dikush prej aty në bashkë biseduesve, debatusve, tha si ka mujt më arrit Recep Tayyip Erdogani me pas sukses në ligjin e lanjes e duhanit, ndalesës e duhanit në Turqi. Në Turqi ka arrit, se Turqia është popull musliman, edhe ne jemi popull musliman, po sa e praktikojmë, ama Recep Tayyip Erdogani me kret elitën e vetë, atë ditë që e dhanë deklaratën apo betimin që po punojnë, kret e vunë dorën për mi Kur'an, për mi Musaf. Cili deputeti janë ose minister kur jep betimin që do të punoj shërbej popullin e vend dorën për mi Musaf, për mi Kur'an? Cili? Recep Tayyip Erdogani ka sukses se mas namazit sabahit që e falë në xhami, shkon në vendin e punës. 2 ditët e vikendit Tayyip Erdogani nuk e gjojnë në Bregdet me alkohol. Tonet që shemi, në zban më u krahasua me Recep Tayyip Erdoganin. Tayyip Erdogani, kur ta pret shiritin, diçka thot, Bismillah, Allahu Ekber. Ase po am këtu kur i qelën disa gjëna që kishta, tonet ta thëshin Bismillah, Allahu Ekber. Po tutëm se mos po i dhënohet Euleksi, ose po i dhënohet Evropa, mos po na din që deputetët e parlamentit Kosovës që kanë musliman. Po musliman, kush jeni musliman? Musliman jeni, kush jeni musliman? Në mëzër kërkan së ne bëjmë musliman. Mirë, po kur po ta një me emnin që fare ki e Hasan e Muhammed e Ahmed, pe dim që je musliman.